Kon një projekt sa do i mirë që e qëtë kesh luftën tonë, unë më kom pjesë e saj, unë nuk marr pjesë. Po ashtu edhe çështjet e besimit, kam qef me rujt vetën në pjesë. Lypjen skena eksplicite edhe të pjesës nudo e kështu i iki. Cili është në rol që Albani i kishton ju, ose i ka thonë ju, që nuk ish mujt me përqafu kur qysh qatë rol? E kom cek edhe me një vend rolet që mbi ndesh me parimet e mia, nuk se kisha pranu me lujt. Pavarësisht ta është projekt i madh apo i vogël, secili njeri ka do parimet veta. Na edhe pse jem aktor, nuk do me thonë që detyrohemi me lujt. Ai ta bën ftesën, ti thu po ose jo. I kam disa parime të cilat nuk i shkelin këtë pikë. Për shembull me kon një projekt sa do i mirë, sa do ndërkombëtar, po që e qet kesh luftën tonë, unë më kom pjesë e saj, unë nuk marr pjesë. Është pjesë e parimeve. Po ashtu edhe çështjet e besimit, kam qef me rujt vetën në pjesë. Edhe pjesë të rolet ose disa zhanre të cilët lypjen skena eksplicite edhe të pjesës nudo e kështu i iki maksimum. Nuk kom pas oferta deri tash, po edhe në rast që kom nuk jam i gatshëm edhe nuk e ndit nevojshme me kom pjesë që saj. Sa është e vështirë pra më kon aktor me një farforme, të pas parasysh që të ofrohen role të ndryshme na desh tash kem të fol për role të cilat veç i ke bu, po gjithë secili u kon rregull përderisa te ke pranu me bu. Po sa është e vështirë më kon pra, të pas parasysh që të bjen me komuniku me gjithkan, të bjen me pas gjithçka përpara që me dasht me bu, ose me u dasht me bu. Po, normal, është e vështirë për shkak se është sfidë në veti, çdo rol. Telegjikonomia janë copëzat rolit. Janë në fakulteti kemi quajtur skicat karaktereve. Nuk është që na kena kohë mu thellu se kur e punon aktori një karakter caktuar, një personazh, e merr ja shkruan një farë historie që ti mendon që i rën bashkëpunim me regjisorin edhe me skenaristin, e bën ja krijon një histori këtina, futesh në të, e kjo si proces është këgjaj vështirë. Pra, për ata i quajta këtu logjikonomi si skicat karaktereve, sepse është format i tillë që na s'kena nevojë me u thellu çaq, se për publikun nuk zgjon ai farë interesi e pjesë. Është show 30 minuta, çat show e bën ti si një skicë karakterit kaq. Po të qenit aktor në role më të fuqishme ose në projekte që janë serioze, seriale ose filma, ajo do një angazhim tjetër edhe është e vështirë sepse ti dosh me hi në historinë e tij, në përjetimet e tij, ato që ai ka shkruar skenaristi ose ato që ai ke menduar ti, me hi çash fellë so për me mujt me nxjerrni një rezultat mirë në film, teatr ose kudo tjetër. Kjo e bën vështirë si profesion, edhe mandej është edhe kjo pjesa që ti nëse ke edhe kritere shtesë, e bën tani edhe më të vështirë. Për shkak se nuk shpranon me lujt gjithçka. Unë mendoj që secili njeri ka kritere, pavarësisht që disa thonë që unë jam aktor edhe do të më lujt krejt, nuk mundesh mi lujt bashkë krejt. Se dikun ka me lyp, ka me pas dikush një kërkesë që ka me të prek diçka të ti që ti s'don me prek sa pjesë.